Rëndohet bilanci i aksidentit tragjik në Vlorë, humbin jetën 2 të rinj. Rëndohet në 2 të vdekur bilanci i aksidentit ndodhur ditën e sotme në qytetin e Vlorës. Policia njoftoi se 2 të rinj kanë gjetur vdekje në spital si pasojë ngjarjes së rëndë. Njoftimi i policisë Vlorë. Në vijim të aksidentit të ndodhur ditën e sotme në rrugën Demokracia, ju informojmë se shtetasi LL, 19 vjeç, i cili ndroi jetë në vend ngjarje ka qenë drejtuesi i motomjetit, gjithashtu ka ndruar jetë gjatë transportit për në spitalin e traumës edhe shtetasi Mitur TM, 16 vjeç, i cili udhëtonte si pasagjer. Në përfundim të veprimeve hetimore, materiale do t'i referohen prokurorisë për veprime të mëtejshme procedurale. Por çfarë ndodhi në Vlorë? Aksidenti rënd rrugor ka ndodhur mes ditën e sotme rreth orës 15:35 në aksin nacional Vlorë-Fier, pranë një karburanti në vendin e quajtur Pusi Mezinit. Një motomjet tip Piaggio me targa AK 653 ka humbur kontrollin për shkaqe të paqarta dhe ka dalë nga rruga. Mjeti është përplasur fillimisht me një shtyllë elektrike dhe më pas me një shtyllë tjetër druri, duke shkaktuar dëme të mëdha materiale dhe pasoja të rënda për personat në motomjet.